Po nisme ju, në pozitën e 99, a bëhet më keq, ironikisht po pyes? Po më keq do të ishte nëse të ishim në pozitën e 100, por e 99 është shokuese, është skandaloze, është në 15 vjet renditja më e keqe, pra nuk ndodhte për një kohë shumë të gjatë që të kishim 900 përpara, le të themi, kur ishte një kohë në vendin e 92, është një alarm për gjendjen e cilën gjendet media, liria e medias dhe është shumë e qartë pse ndodh kjo, e shpjegon vetë raporti, pra i përmend disa prej atyre që kanë ndodhur në vitin e fundit e që kanë të bëjnë së pari me miratimin e ligjit të KPM-s nga ana e shumicës parlamentare të vendosjes, përkundër faktit që e kemi vërtirë që kjo të mos ndodh, edhe Këshilli i Evropës ka vërtirje qeverisë dhe vendosjes që të mos votoj, dhe siç e pamë në fund gjykata kushtetuese rrezoi, por lezohen një tjerë në një sër arsyes tjera, duke përfshirë edhe gjuhën nxitse retorikën dhe fushatat denigruese të politikës dhe qeverisë kundër gazetarëve, përmendet fjalia e famshme bashkëpunëtor të Armikut, të cilat reporterët pa kufi e konsiderojnë pra si gazetarët etiketon në mënyrë të padrejtë si bashkëpunëtorë të Armikut për shkak të investigimeve të tyre dhe për shkak të punës që bëjnë, mungesa transparencës së qeverisë, mungesa qasjes në dokumenta publike, rritja padive slap dhe të ngjashme, por kryesorët të dytë parat, ligji i KPM-s dhe fushatat denigruese gjua, pavarësia e RTK-s përmendet gjithashtu, e në mungesën e pavarësisë së RTK-s ka gjesh direkt vendosja edhe me faktin që para ca kohësh aty është emëruar një ish aktivist i saj për drejtor të televizionit. Pas të kalet e profesorit Zaneli, keni parë reagimet e eksponentëve të televizave vendosjes sot? Ma kam bërë tak. Është e kundërta e asaj çfarë duhet bërë, ne kërkuam reflektim, ofruam edhe bashkëpunim që nuk e ofruam edhe bashkëpunim me të gjithë hisedarët për ta përmirësuar raportin e Kosovës. Ne do të ishim më së shumti të interesuar se Kosova të renditej mirë në këtë raport dhe reagimet e tyre duke etiketuar edhe Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës edhe më personalisht, janë përkeqësardhë, por nuk janë befasuese, janë vazhdimsi pikërisht kësaj gjue që e identifikon raportin në fakt, si zakonisht, çfarë bën vetëvendosja dhe njerëzit e saj, është vetëm i vullosin gjetjet e raporteve ndërkombëtare. Profesor, në sens të gjithë ngjarjes së sotme që ndodhi, pra pozita 90, po e nis, le të themi këtë pjesë me ju me çështjen e ligjit për KPM-n. Fillimisht, si ishte e mundur pra që të kishte një tentativë të tillë, sepse jo tentativë sa ta miratuan, pra gjykata rrezoi, shoqëzohet në fund, mirë po, si ishte e mundur pra që të ndodhte një gjë e tillë dhe të bëj një tentativë të tillë për të ndërhyrë në një organ këtë pavarur si KPM? Realisht, tendenca që ka qenë drejt miratimit atij ligji ka qenë gjëja se, ose preteksti ka qenë gjëja se në adoptimin e një rregullore të Bashkimit Evropian që ka të bëjë me videot online. Dhe duke përdor këtë precedent, ata kanë ndryshuar një ligj në rrënjën e tij dhe në funksionin e tij. Duke i bë dy punë në të njëjtën kohë. Ai ligj ka synu një të politizoj Komisionin e Pavarur për Media, pra ta bëj jo funksionale dhe ta delegitimoj si regulator deri tani i denshëm i mediave.